Rrjedhën e mesditës se vazhdoj me diskutimet për çështjen e presidentit. Sot është dita fundit për mbajtjen e seancës për zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës. Ende është e paqartë se çfarë pritet të ndodhë gjatë ditës. Të mërkurën pra dje rrjedhimisht u raportua për mbajtjen e një seance, por që ajo nuk u thirr më pas në mungesë të plotësimit të kushtit që të jenë dy kandidatë në garë për kryetar të shtetit. Lëvizja Vetëvendosje propozoi Glauk Konjufcën për kandidat për president, ndërka që një kundërkandidat për të deri më tani vështirë të gjendet, sepse rrjedhimisht sipas logjikës kushdo që del përballë votave të partisë në pushtet, i bie që edhe ta humbas garën. Mirë po, për të analizuar gjithçka se çfarë ndodhi, sidomos 24 orët e fundit, sot kemi të ftuar një panel i përbër prej politologut Dëret Imeri. Dëret, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit. Për krahati gjendet Kenan Gashi nga Avonet. Kenan, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit. Ndërkaq në karrigën që po shihet në dalje atje zbrazët, pas pak çastesh do të ulet analisti Argjend Softolli. Po e nisim me juve Dëret. 24 orët e fundit prodhuan shumë zhvillime, deklarata të shumta. Po e nisim ndoshta tek kjo se do të mund të ketë një kundërkandidat për Glauk Konjufcën në këto orët në vijim. Unë mendoj që po, edhe arsyeja pse është të lënë zbrazët propozimi është se është menduar që të mos mbytet tërësisht gara, në kuptimin që të jepet edhe më tej një shpresë, ose një fije shpresë, kisha me thënë më mirë, mundësisë për të pasur një kandidat të dytë. Kjo është 100% korrekt ndoshta me zonjën Osmani. Kjo është 100% korrekt ndoshta edhe me partitë opozitare. Kjo është ndoshta 100% korrekt edhe me këtë qoftë që do të mund të ishte prodhuesi një konsensusi. S'po them që zoti Konjufca është aty sa për të thënë, por po them që fakti se kemi një vend akoma të lirë për të plotësuar nominalisht kushtin themelor për të pasur fillimisht garë, duhet që të ketë parasysh edhe një kundërkandidat që mund të vi nga këto grupe që i përmenda. A mundet të plotësuar nga këta grupe, nuk vështirë e besueshme tash. Kemi shkuar shumë larg në kuptimin e në raport me mundësinë për të pasur ndoshta një zgjidhje kompromisi. Na mbetet të shihet nëse zonja Osmani vërtet ka qenë interesuar apo jo që të kandidohet për presidente, mundësit ja kanë dhënë edhe publikisht tashmë asaj, dhe nëse ajo i ka mjaftuar që të jetë e nominuar nga deputetët e Kuvendit të Kosovës, kjo mund të sigurohet që tani, që sot. Mundësit e pa të qolën për Osmani. Po, natyrisht. Mundësit janë dhënë, mirë po shefja kabinetit presidentës Osmani tha se ofertën e kanë vetëm për 33 nënshkrime. Mirë po për votat më pas, pa përkrojën e lëvizjes Vetëvendosje, i bie rrjedhimisht që të jetë aty sa për plotësuar korumin e mjaftueshëm që Konjufca të bëhet president. Po tash do të jemi pak të drejtë për drejtë. Edhe si mendon me të bëu presidente pastaj? Jo, kishte pa mësh. Po deri diku Albin Kurti më pas po bie në kundërthënie me fjalitë e veta, sepse ka thënë nga lëvizja Vetëvendosje nuk ka një deputet ose antar me libresë të lëvizjes Vetëvendosje që ka synime të bëhet president dhe jo, ai ka thënë edhe Vjosa Osmani është presidentja më e mirë, por ka thënë para 5 vjetëve. Po këtë ka para 5 vjetëve. Po a di që ka ndodhur në ndërkohë? Ka ndodhur që partitë politike janë dakorduar që të mos ketë një emër partijak dhe të përmenden emra të tjerë të cilët opozita nuk po i jep, blend. Nuk po ofron emër. Dhe kur ti nuk je asnjë emër, nëse s'propozon dikon ti praktikisht e mbyt garën komplet akoma pa nisur. Pra Konjufca është aty sepse s'ka dhënë askush një emër të dytë. Ose s'ka dhënë një emër që thotë se ose një listë emrash si dakordim, se një gatishmëri reale për të se nuk ishte emri i Osmanit, meqense ajo është për momentin apartio. Po natyrisht, po nëse zonja Osmani do të nominojë nga Kurti, partitë opozitare kanë thënë siç po më thoni ju mutash këtë pyetje, që nëse përmendni këtë në svim fare në seancë. Po njëjtë nuk do ta votojnë as Konjufcën, ai nuk është i sigurt as për votat e Konjufcës. Por tash do të më bëjë detyrën. Do të më bëjë detyrën, do të më kandidu dikën. Por ju po thoni që mos më kandidu fare. Nëse është kështu, atëherë në rregull. Por s'keqare pa kandidu sepse edhe sot është afati. Sot përmbyllet gjithçka. Pra Kurti, opozita i ka thënë nëse kandidon zonjën Osmani, ne nuk të mbështesim. Kurti ka thënë zonjës Osmani, e ki 50 vota nga lëvizja Vetëvendosje,
A mundesh me që e ki për vete, mi siguru 30 vota, ku të mëjsh, te AOK-ja, te LDK-ja, te minoritarët, dhe 50 të tjera ki nga unë. Në që është korekte. Pra, nëse ti si ki në nënshkrimet, një nënshkrim, 2, veç një të vetëm, një nënshkrim letër, me thonë dhe po më duhen edhe 29 të tjerë, atëherë, nuk mundesh me akuzu kërkëm se ti s'po bosh presidenti. Nëse për 5 vjetë, s'po të besën dikush me të thonë një nënshkrim, është pak problem. As të LDK-ja, as të PDK-ja, as të VV-ja. Edhe veç një nënshkrim, veç një të vetëm. Pra, këtë duhet ishte, një nënshkrim të vetëm. Pra, dhe mos të themi që tash Kurti do duhet që jepte nënshkrimet. Edhe njëm për këtë. Edhe unë kam thënë edhe menoj strategjikisht, që ndoshta është dashur Kurti që në fillim ta propozoj zonjën Osmani. Me gjithë rrezikun që kjo në mënyrë automatike do ta çon të zgjidhje. Por çfarë do të flisnim sot ne? Do të flisnim me idenë se Kurti është arrogant. Kurti ose të vetën ose fare. Por kështu do të ishte gjuha në momentin kur Kurti do të insistonte domosdoshmërisht te zonja Osmani. Në ndërkohë partitë politike kanë marrë vesh, janë dakordu që emra partijak s'po bëjmë. Okej, faza e dytë, propozoni emrat, s'propozon kërkush emër. Pse nuk e bën? Pse nuk e respektoj edhe Kurti këtë, që të mos propozoj po sepse s'ke ç'a më bë Dërentin, a më lën pas një nominim, as i kandidat. Pra edhe këta opozita, edhe pushteti më fal. Po thotë që nëse na e bënin një emër tjetër, edhe ato ja votojmë. Këta nuk e çojnë asnjë emër, sepse kur s'kan dashur me quaj emër. Kanë dashur me quaj vanin zgjedhje. E qëllimi nuk u kon që me bë zgjidhje, por me kriju distancë mes Osmanit edhe Kurtit, që mu rrok ta një me veti, edhe që pastaj në publik më dalë që këta e kanë njëri për karrierë, tjetri për inate. Aja ka arritur qëllimit Nuk e opozita di, me këtë? duket se po, Sepse ata sepse janë sot distancuar. Fetia Nuk e që di. kishim në lidhje direkte tha se Kurti nuk e përshëndeti sot Osmanin. E Po, përshëndeti sepse- Axhiu dhe Konjufca, por Kurti jo. Ashtu, në dukja ashtu duken. Pra, sa po shihen në televizion, ashtu është. Sepse kanë menduar që ndoshta ky do të ishte suksesi më i madh i partive opozitare tash. Tash ato edhe me dashme që u zgjedhë nuk shkojnë. Tash edhe zonja Osmani mi pas në nënshkrimet e VV-s, nuk i pranon më. Sepse ajo din që edhe me nënshkrimet e VV-s nuk bëhet presidente. S'bëhet presidente sepse ata kanë thonë s'fillojnë fare seancën. Dhe apo kuptoni procedurë problematika. Vendosja ja ka ofruar deputetët për nënshkrime, për 30 nënshkrimet, por jo votat. Ndërkohë që kujtoj se Kurti kishte thënë që kur është pyetur për Osmanin, tha se ne kemi vetëm 66 vota. Po, kishte sakt. Por ju po thoni që po tani nuk po ja ofron as këto 66 po sepse jo morr vesh me partitë e opozitës që nëse ti e nominon, këto na smorën fare pjesë seancë. Kjo është problematika. Pra veç mu përmend emri ka thonë Strina në klasë. Strina në seancë. Veç mu përmend ky emër. Ka deklaratë publike më për këtë punë? Po, por Abdigjiku mbaj mend që ka thënë se nuk kanë qëndrim se si ava në shkrimet e megjithatë të morën një mendim se përfundoj. Nëse është kaq djalë i mirë, çu shpo duket. Edhe besoj që është djalë i mirë, po politika sepse brenda lidhjes demokratike të Kosovës ka persona që nuk po ka dalë. Pse si kam lidhaj në shkrimet, po nuk është interesuar për këtë punë. Ai është interesuar që me përdor elektoralisht këtë distancimin në Kurtit edhe Osmanit. Nëse LDK-ja edhe do të bënte mirë strategjikisht, mja dhon 15 nënshkrime sot. Me njëherë zonjës Osmani, me njëherë. Edhe me vendosur një pozicion të pafavorshëm VV. Edhe atë do ta me 15 nënshkrime do të bëjë zonja Osmani presidente sot. Sepse do të bëshin 81 veta në kuvendin e Kosovës. Do të në raundin e parë do të votonin. Por në rregull është. Në raundin e dytë do të votonin dikush edhe nga kompi i lëvizjes të vendosur. Se këtë në rregull është. Por në raundin e tretë do të bëjë presidente. Por LDK-ja në njërin anë thotë ne kemi respekt për zonjën Osmani, a kur vjen puna e vërteta, thotë janë në shrimet, jo. Në shrimet nacionale. Po ndoshta përshkruaj që edhe për brenda lidhjes demokratike të Kosovës ka ide të ndryshme sa i përket çështjes Osmane. Po prandaj është shumë i mirë përmend këtë faktorët. S'po them që VV-ja po bën mirë, s'po them që VV-ja ka bos strategjik të dur, edhe s'po them që zonja Osmani se meriton. Në asnjë rrethon. Nuk kem të fol për cilësitë, kualitetet dhe cilën e saj politike. Ajo pjesë nuk është diskutimi. Ne po flasim sot për formulën. Dhe prandaj edhe si kemi ardhur deri në këtë gjë. Kjo është çështja. Çfarë do të thonë? Kenan, si e shihni ju Osmanin më pas kandidaturën e Glau Konjufcës nga lëvizja vetëvendosës, si dhe raportin i cili sot u paset deri diku edhe shkrisur. Tek populli jon ka thonje, ka shprehje shumë të mira dhe thuhet që kur të fillon një proces ose ka filluar një proces, përfundon, nëse ka filluar qëllimi ka qenë i mirë, përfundon i mirë. Nëse ka qenë qëllimi i keq, përfundon shumë keq.
Albin Kurti të vjusës është t'i qëndru kja, do më qëllimi i keq, po shpëndone, po i dhënën qaq keq, që vetë qëllimi tyre ka qenë shumë i keq për gjatë këtyre vitve me të cilën e kanë posë pushtetin, e kanë posë rolin e tyre në shtetë. Them drejtën është jashtëzakonisht shqetësuese se si ata e kanë konsideruar shtetin, e kanë konsideruar pozitat, e për fat të keq ketë këtu mashtrime publike, e ketë kja punë djallëzuese politike e tyre, po përfundojnë me një skenar më të keq të mundshëm deri me këtë pikë që nuk flasin në ditën shumë të rëndësishme të vendit tonë në epopejën e UÇK-s. Kena ndjeshtë për ndërpres, po për hir të korrektësisë, ndoshta shikuesit në dalje po shohin aktualisht janë duke u bërë homazhe, këto pamje vijnë direkt nga rrështimi i kuadrateve të FUSK-s, ku po marrin pjesë edhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministri i vendit Albin Kurti. Meqense i kemi në dalje thjesht për hir të transparencës që të dinë edhe shikuesit se për çfarë po bëhet fjalë. Mund vazhdoni. Lavdi ju qoftë të gjithëve anëtarët familjes edhe gjithë dëshmorëve të kombit. Pavarësisht kësaj situate, ne kemi një rrethon tjetër në Kosovë. Domthonë, sot në këtë ditë të shenjtë, as Kurti e as Osmani nuk përshëndeten mes tyre. Domthonë, është një gjë shumë shqetësuese për vend, pavarësisht se çfarë notë mund të ketë. Por këtë loja politike me të cilën është duke ndodhur se zoti Kurti është duke e shfrytzuar pozicionin e tij karshi numrav e karshi mbështetjes. Këtë kjo fakturë me të cilën është duke luajtur këtë lojë, unë mendoj që zoti Kurti do t'i kushtoj nëse vendi do të shkojë në zgjedhje dhe do të reflektojë shumë më keq se sa ai që është ka menduar. Pavarësisht propozimit të tij që ka dhënë për zotin Klaukun, por mbi të gjitha nuk ka arritur që të përmbushë edhe që të ketë një imazh të mirë. Ju e keni parë edhe deklaratat dhe kundërshtimet e demantimet që janë bërë edhe vetë nga zyra e presidentës, një pozitë shumë të lartë në vend, duke demantuar e duke kundërshtuar edhe çdo situatë e zhvilluar. Çka flitet nganjëherë prej shumë rrethonave është për të ardhur keq, sepse thuhet edhe flitet që ka pas përplasje të jashtëzakonshme në takimin që është zhvilluar mes Kurtit edhe Osmanit, e është më shqetësuese se krejt ky proces që është duke zhvilluar, duke e shfrytzuar edhe fjalë më banale edhe më fyse. Po këto janë ende nuk janë në shtatë gjeneza e gjithë kësaj përplasje. Por këta kjo bjen që është një mashtrem që janë bërë mes tyre. Domthonë, tash Albin Kurti nuk e propozon Vjosa Osmani për mandatin e dytë dhe kjo ka rrjedh për çarja dhe përplasjen e mes tyre. Kjo i bie që kjo që ka qenë është njëra prej skenarëve. Ku është gjeneza e kësaj përplasje? Sepse Dorajeti përmendi që partitë opozitare deri diku patën si në mirë, po mbaj mend që presidentja dhe Kurti kanë pasur raporte të ftohta edhe gjatë mandatit. Jo e dini, s'poku jemi pjesë e disa diskutime që kanë qenë në këtë studio rreth mosgatshmërisë edhe përplasjes aty këtu shpeshherë të presidentës edhe të kryeministit, për shumë çështje. Ju e dini shumë mirë edhe deklarata, edhe fjalimi i saj në kuvent për shumë çështje, për çështje edhe diskutimeve ka rritë edhe iritime dhe shqetësime. Ndoshta përfundimi është edhe vetë burdi i Paqës që nuk ka dhënë epiteti, ide përsëritje që zoti Vjosa. Konkretisht Vjosa nuk ka qenë ndëgjueshme për kryeministin Kurti kohën e fundit, sidomos 2 vitet e fundit, edhe kjo ka krijuar një përçarje jashtëzakonisht të madhe. Por, mos të përjashtoj. Opozita thotë të kundërtën. Ata thonë se Osmani ka qenë notere e Kurtit, meqense i ka shkruar për shtatë secilës kërkesës. Absolutisht nuk ka qenë notere, ka qenë përfaqësuese e vendit tonë, e çka shumë e rëndësishme, ka qenë mbi bazën e përgjegjësive kushtetuese. Sepse politikat dhe kushtetuta jep mandat të tillë presidentës së Republikës së Kosovës. Pavarësisht kësaj, rrethonat me të cilën janë krijuar aktualisht, shihet që loja politike me të cilën Kurti është duke shfrytzuar dhe duke krijuar këtë hapësirë, duke thënë që ne ti kemi 30 nënshkrime. Nuk është çështje të nënshkrime, por është duke luajtur lojën që ne mund t'i ofrojmë me mojt në aspektin e afërsisë presidentën aktuale, e duke krijuar një imazh tek publiku që ne po ofrojmë mbështetjen. Por realiteti për me mbështet edhe për mjaon mandatin e saj është shumë e rëndësishme që t'i jepet të drejta për me vazhdu përgjegjësinë e saj politike. Por për mua mbetet shqetësim qysh po don me shndru lojën publike. Ju e dini shumë mirë që partitë dhe subjekte politike në përgjithësi kanë vendosur një rregull
gjehet një figurë dhe asnjëherë mos zgjedhet ndonjë prej kandidatëve apo propozon njëri prej kandidatëve që i takon subjektit politik. Këtu është problematika më e madhe. Tash, zoti Kurti e po që nuk po shkon me familjen Jasharaj, u mundohet të nxjerrë një koncept tjetër. Duke shti lojën tek partitë opozitore, vendosni ju të vendosni një kandidat dhe pastaj të shikojmë të vendosni dy kandidat për siç e kërkon edhe kushtetuta. Por kjo është më e gabueshme se sa që mund ta kish besu. A mund ta bëj ndonjëra prej partive politike ose kushdo tjetër sot edhe propozimin për një kundërkandidat, sepse realisht Albulena Agjiu dje në një deklaratë të saj për media tha se unë nuk thras asnjë seancë për zgjedhjen e presidentit në rast se nuk ka një kundërkandidat për Glauco Newsen. Po kjo është lojë politike, Kjo është lojë politike, edhe për shkak që zoti Kurti mund ta vendos shtetin më prioritet se sa politika me të cilën e ka vendosja. Tash kopja e pushtetit dhe shtetit është shumë e lehtë me shfrytzu këto metoda, po asnjë subjekt politik nëse s'don me çuni kandidat. Atëra me prit që kushtetuta thotë se duhet të jetë një kundërkandidat. Po askush, po nuk ka shpreh gatishmëri. Për shembull Arsim Bajramin e kemi njëre prej që ka të rikë kandidaturën e saj. Duhet të bëhen nënshkrimet. Po pavarësisht asaj ka humb vullneti përderisa krija krizë. Tash politika dhe loja politike me të cilën bën vetëvendosjen kryekpot me segmentet e saj, do të thotë që duhet mi ndëgju të gjithë subjektet politike, nuk janë mekanizma, nuk janë as promotora të pushtetit apo një partie për të shfrytzuar drejtën e tyre për të plotësuar kërkesat. E qartë, dua të citoj Newsen sepse sot gjatë para se të fillonte seanca solemne, u pyeti nga gazetarët pikërisht për këtë çështje dhe tha se pyetja që mungon këto ditë është se partitë politike duhet të përcaktohen nëse nuk e votojnë Glauco Newsen, kë do ta votojnë. Jam shumë kurioz të di kush është ai që ata do ta votojnë nëse nuk jam unë. Doraje. Po dhe, kjo është ideja me pas kundërkandidat, e para e dyta, me pas marrëveshjeve. Na kur që dojnë na kanë bashkë, edhe me Kenonin, kur e propozuan Murat Jasharin, thanë ja ku s'bën se po politizohet familja. Më mirë është më orë Murati president. Në fakt të gjithë kanë qenë pro votimit të tij. Që kjo kanë logjika bre. Kanë dikush që është unifikuese, diçka është përbashkuese, sot s'kishëm fol as për shkurrjen zgjedhje, sot s'kishëm fol as për bllokade, as për to që po do të Kenoni për kopje shtetit. Kene po dy kanë një burr dërum profesionist, president Republikës, edhe e këshëm pas të zgjidhur çështjen. Që për shkakun, pse PDK-ja dhe LDK-ja sot do kim mbledhur në shkrimin për Muratin. Unë absolutisht besoj që edhe zoti Konjusa do të tërhiqej. Po më se ka gatishmëri për këtë punë. Unë nuk besoj që lëvizja vetëvendosje mund të fitojë kaq pushtet nëse shkojnë në zgjedhje. Nuk besoj. Nuk besoj që fitojë kaq pushtet. Pra, edhe nëse fitojnë kaq pushtet, prapë do të më fol me PDK-n, edhe me LDK-n. Prapë do të më fol për qita. Por na ças bie zgjedhjet nuk do prodhonin situatë të re. Nas i rrethon, veç ka më bë edhe më komplekse punën. O vullneti politike përmbys gjithçka. Vullneti politik përcakton formula. Aktualisht çfarë skena jon politike po bën? Është taktizim politik i ngushtë partijak. Nuk është zgjidhje, nuk prodhon zgjidhje, nuk prodhon stabilitet. Ftesa ime është që të reflektojnë të gjithë në mënyrë që të japim vendit të institucione. Institucioni i presidentit është institucion që ka disa kompetenca, por edhe disa principe. I parja dhe më rëndësishme është prezanton unitetin e qytetarëve të Republikës. Ndjes po të ndërpresim, po fillon presidentja e vendit fjalimin e saj, e ndjekim. Vendit zonja Agjiu, i nderuar kryeministër Kurti dhe kabinet qeveritar, të nderuar ish president, të nderuar oficer nën oficerë ushtar të Forcës së Sigurisë së Kosovës, familjarë të herojve, dëshmorëve, martirëve të lirisë, veteranë e invalid të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, kryetarë të komunave, të nderuar diplomatë e ushtarak të vendeve mike, i nderuar komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës, general lejtnant komandant Jashari, të nderuar të pranishëm shumë të dashur fëmijë nga shkollat të ndryshme anëkën të Kosovës. Në këtë tokë të shenjtruar nga sakrifica në flamurin që u ngrit mbi gjakun e dëshmorëve dhe në kazermën që mban emrin e pavdekshëm të komandantit legjendar Adem Jashari,
Jemi mbledhur sot për një akt nderimi që e te i kalon kohën. Në këtë manifestim madhështor për epopene e UÇK-s dhe ditën e kazermës Adem Jashari, ne rikujtojmë çmimin e lirisë dhe betimin që u bë që ne sot të jetojmë të lirë dhe me dinjitet. Në këtë tokë që dikur u dredh nga krismat e armëve të lirisë, sot qëndron krenare, kazerma Adem Jashari, një emër që nuk është thjesht emërtim institucioni, por është mbi të gjitha një amanet. Është përkujtim i përjetshëm i një figure që është bërë simbol i përjetësisë kombëtare, komandantit legjendar Adem Jashari dhe i gjithë familjes Jashari. Ata nuk zgjodhen rrugën e lehtë, por zgjodhen sakrificën, përballjen dhe mbi të gjitha përjetësinë. Në Prekaz, komandanti legjendar Adem Jashari dhe familja e tij u shndruan shtëpinë në kështjell rezistence, e gjakun e tyre në vulë të lirisë dhe të pavarësisë sonë. Familja Jashari është altar i lirisë kombëtare dhe krenari e çdo shqiptari. Ushtria çlirimtare e Kosovës ishte zëri i një populli të shtypur, ishte organizimi i guximit dhe shpresa që u ngrit kundër padrejtësisë. Ishte ndërgjegja kombëtare që nuk pranoi të heshtë. Epopeja e Marsit 98 është dëshmi se liria fitohet me sakrificë, me unitet, me besim në të drejtën tonë për të jetuar të lirë në vatrat tona shekullore. Sot krenaria jonë nuk qëndron vetëm në të kaluarën. Ajo marshon para nesh, me uniformë moderne, me profesionalizëm të lartë dhe me përkushtim të palëkundur ndaj Republikës sonë. Forca e sigurisë së Kosovës është trashëgimtare denjë UÇK-s. Ajo bart në zemër idealin e lirisë dhe në duar mban përgjithësinë e sigurisë së vendit. E trajnuar sipas standardeve më të larta ndërkombëtare, e pajisur me kapacitete moderne dhe me trupa të përgatitura profesionalisht, FSK-ja sot është e gatshme për çdo sfidë. FSK-ja jo vetëm që është e aftë ta mbrojë dheu në çdo kohë, por është gjithashtu e përgatitur kontribojë edhe në misione ndërkombëtare të paqes së sigurisë globale. Sot, kur përkujtojmë epopene e UÇK-s, ne po forcojmë vizionin për të ardhmen. Një të ardhme ku Kosova është e sigurt, sovraniteti i mbrohet në çdo pëllënd, është e integruar në strukturat euroatlantike, me një ushtri profesionale dhe me institucione të forta. Kazerma Adem Jashari është simbol i vazhdimësisë historike, nga pushka e lirisë te uniforma e shtetit, nga rezistenca te mbrojtja institucionale dhe nga sakrifica te përgjegjësia shtetërore. Le të betohemi sot para kujtimit të komandantit legjendar dhe të gjithë dëshmorëve të kombit, para kujtimit të gjithë familjes Jashari, se do ta ruajmë këtë shtet me të njëjtin përkushtim me të cilin ata e fituan duke dhënë jetën. Do ta forcojmë ushtrinë tonë, do ta thellojmë miqësinë me aleatët tonë, do ta mbrojmë lirinë në çdo kohë dhe në çdo rrethon, sepse liria jonë ka histori dhe ka amanet. Kjo është Kosova jonë e dashur, të cilën duhet vazhdimisht ta duajmë, vazhdimisht ta ruajmë dhe ta fuqizojmë çdo ditë. Lavdi e përjetshme komandantit legjendar Adem Jashari dhe familjes Jashari, i përjetshëm qoftë kujtimi për heronjtë e UÇK-s dhe martirët e lirisë, rroft Republika e Kosovës. Ju faleminderit. Falenderojmë presidenten për fjalimin dhe në vazhdim ftoj kryeministrin e Republikës së Kosovës, shkencësinë e tij, zotin Albin Kurti, për fjalën. E nderuar zonja Vjosa Osmani Sadriu, president e Republikës Kosovës, e nderuar zonja Albolena Haxhiu, kryetare e Kuvendit të Republikës Kosovës, i dashur i Basarifat, të nderuar ish president të Republikës Kosovës, Fatmir Sejdiu dhe Atifeti Ahjaga, i nderuar i komandant i Forcës Sigurisë së Kosovës, General Lejtnant Bashkim Jashari, të nderuar zëvendës kryeministra, ministra dhe deputet,
kryetar të komunave të Kosovës, i nderuari zotëri Gazmend Hoxha, drejtori i Policisë Kosovës, i nderuari zotëri Petrita Jeti, drejtori i Agjencisë Kosovës për Inteligjencë, të nderuar ambasador e përfaqësues të tjerë diplomatik të vendeve mike, të nderuar përfaqësues fetar, të dashura familje të dëshmorëve të kombit, të nderuar invalid dhe veteran të luftës qerindare, të nderuar ushtarak të Forcës së Sigurisë Kosovës, të dashur qytetarë të Republikës, zonja dhe zotëri, motra dhe vëllezër, të nderuar të praneshëm. Në historinë moderne të Kosovës, epopeja e ushtrisë qeveritare të Kosovës paraqet traditën përmes së cilës i referohemi ngjarjes më totale dhe përcaktuese në rrugën e betejave të shqiptarëve për lirinë në Kosovë për gjatë shekullit 20. Populli e ka UÇK-n e UÇK-ja epopejën e saj, e cila është ngritur dhe qëndërzuar përreth rezistencës armatosur dhe sakrificës së familjes Jashari më 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998, si një ngjarje shembullore e fuqisë së qëndresës së dalë nga guximi dhe gatishmëria për të sakrifikuar gjithçka për liri. Nga fundi i vitit 1997, pas përballjes të hapura luftarake me forcat armike të Serbisë, ushtria qeveritare e Kosovës u shfaqe dhe publikisht me 28 nëntor. Lufta armatosur në Kosovë nga një mundësi që luhatej mes rrezikut dhe kërcënimit, po kthehej në një realitet që mund të shpërthente nga dita në ditë. Sulmi i dytë i policisë ndaj familjes Jashari në Prekaz me 22 janar të vitit 1998 e zbuloi atë si shënjestër aktive të policisë serbe. Vendonë se rezistenca e familjes Jashari atë ditë e rikonfirmoi pozicionin dhe rezistencën e saj gjatë rrethimit të parë me 30 dhjetor 1991, rezistenca e armatosur kundër shtetit kriminal të Serbisë ende përgjithsisht shihej si një rrugë pa shumë gjasa për sukses. Madje deri 3 muaj pas daljes publike të UÇK-s dhe 1 muaj pas sulmit të dytë ndaj familjes Jashari, ende shumë kush besonte që lufta ishte e shmangshme. Por nëse me 28 shkurt 1998, masakrat në Likoshan dhe Qerez e shpërfaqen sheshazi projektin gjenocidal të Serbisë në Kosovë, e rrethimi i tretë i Prekazit 5 ditë më pas, ishte kapërcim i plot i kufirit mes rrugës së zgjidhjes paqësore diplomatike dhe rrugës së luftës e kryengritjes së armatosur shqyrindare. Hyrja e çështjes Kosovës në një shteg pak thellë mbrapa u bë e qartë kur më 5, 6 dhe 7 mars 1998 mira forca policore dhe ushtarake serbe në një shtetërrethim të shumë fesh në Prekaz shkrepën mira predha dhe fishe kalibrash e armësh ndryshme, e ku familja Jashari rezistoi e armatosur përkundër çmimit të lartë. Në fund, plot 15 njerëz kishin rënë vdekur nga plumbat e tytave të armëve të shtetit të Serbisë, dëshmorë të luftës armatosur shqiptarëve të Kosovës për lirinë e synuar përmes çlirimit nga Serbia okupatore. Mes tyre Adem e Homos Jashari ishin 2 emrat e përveçshëm mbi figurat e cilëve do të bartej lavdia e asaj rezistence dhe frymëzimi prej luftës tyre për lirinë e Kosovës. Para më shumë se 30 vitesh, Adem dhe Homos Jashari së bashku me shokët e tyre i filluan organizimit e para për një ushtri të Kosovës, që më pas do të quhej Ushtria Qeveritare e Kosovës. Në harkun e pak viteve, UÇK-ja arriti të bëhej edhe partnere e aleancës më të madhe ushtarake në botë, NATO-s, Organizatës së Traktatit Atlantikut Verior, që me operacionin Forca Aleate e përmbylli luftën për shtërimin e Kosovës, duke larguar forcat e Serbisë nga TU. Kurse sot trashëguesja e ushtrisë shqiptare të Kosovës
Forca e Sigurisë Kosovës është kthyer në një forcë ushtarake që me ushtrit e NATO-s zbarkon misione që ndërtojnë dhe mirëmbajnë paqen kudo në përbot. Dhe gjithë kjo ka ndodhur të nderuar pjesëmarrës dhe po ngjan nën urdhra dhe komanda të dhënë nga një kazermë ushtarake me emrin Adem Jashari, këtu ku jemi mbledhur sot me 5 mars 2026 në ditën e parë të epopejës UÇK-s për ta kujtuar dhe nderuar pikërisht rezistencën e kryekomandantit Adem Jashari dhe të familjes tij. Përpara nesh janë rreshtuar kuadratet e ushtrisë së Kosovës, ashtu siç duhet t'i ketë ëndrruar Adem Jashari dikur. Në një kohë kur ushtria e Kosovës ishte veç se një ide që besohej nga fare pak njerëz. Përballë tyre jemi të gjithë ne, qytetarët e vendit e zyrtarët shtetit tonë, që çdo ditë më shpesh po e dëshmojmë rritjen, ngritjen dhe përparimin e ushtrisë Kosovës. Kjo është si rezultati i investimeve milionësh të qeverisë Republikës në pajisje dhe sisteme të armatimit, në trajnime dhe shkollime të ushtarakëve tonë nëpër akademitë më të mira të vendeve të NATO-s, si dhe në strukturën dhe infrastrukturën e FSK-s. Për mbrojtjen e territorit të Kosovës dhe ruajtjen e pandashmërisë së tij, për eksportim të sigurisë dhe paqes bashkë me aleatët tonë në përbot, për lirinë dhe paqen e adheut tonë dhe për siguri me mirëqenie. Kanë kaluar plot 28 vite nga dita kur mira forca policore dhe ushtarake serbe e rrethuan prekazën e Drenisës, duke u përballur me rezistencë të armatosur në familjen Jashari. Atë ditë 5 marsit 1998, në orët e mesditës sikurse tani, në luftime e sipër, njëri nga të rrethuarit arriti të shpëtonte mrekullisht nga i rrethim i hekurt i vendosur prej policëve dhe ushtarëve serbë. Emri i tij ishte Bashkim Jashari, atë kohë 20 vjeçar, kurse sot komandant i Forcës së Sigurisë Kosovës. Historiku jetësor i general-lejtnant Bashkim Jasharit, prej luftëtarit të lirisë të UÇK-s, deri tek ajo e ushtarakut udhëheqës të FSK-s, mund të lexohet edhe si historia e vetë çlirimit dhe shtetëndërtimit të Kosovës. Andaj, në këto shenja, le t'i kujtojmë dhe nderojmë të gjithë të rënët dhe të gjallët e mbjetuar të epopesë së UÇK-s. Sot, nesër, pas nesër, çdo vit dhe përgjithmonë. Lavdi kryekomandantit Adem Jashari, lavdi të rënëve në prekaz në 5, 6 dhe 7 mars vitit 1998, lavdi dëshmorëve të lirisë, rroft ushtria e Kosovës dhe ne bashkë me të e krah ushtarëve të ardhur. Ju falenderoj. Falenderojmë kryeministrin, të nderuar mysafir. Kemi ndjekur kështu deklarimet e presidentes Vjosa Osmani dhe të kryeministrit Albin Kurti, ndërkohë që vazhdojmë diskutimin këtu në studio, tashmë na është bashkuar edhe analisti Argjend Softolli. Argjend, ne deri diku vetë se filluam të analizojmë dhe gjithë atë se çfarë ndodhi gjatë orëve të fundit. Pse beson se realisht rodhi kështu? Pse Kurti përfundimisht nuk shkoi me Osmani dhe a beson se realisht gjatë ditës së sotme me që është dita e fundit edhe do të ketë një kandidat nga opozita? Pse zoti Kurti nuk ka propozuar zonin Vjosa Osmani, mund të themi për shkak të sjelljeve të fundit që i kanë pasur mes vete, për ata dhe zoti Kurti është si personalitet është hakmarrës në raport me njerëzit në politikë, prandaj edhe konsideroj që nuk e ka kandiduar zonin Osmani për presidente. Ndërsa gjërat pse kanë rrjedhur si pasojë e asajna që zoti Kurti dëshiron që të ketë sa më shumë tjetë në pushtet në fakt pa e kritikuar askush, sepse edhe nëse tani ne siç po shihet jemi duke rrëshqitur drejt zgjedhjeve të reja, për arsye sepse
kemi vetëm një kandidat për president që është zoti Konjufca tani. Argjend, para se të kalojmë në të tjera diskutime, pse thoni se Kurti është takmarrës dhe në këtë pikë dhe ju Osmani duke qenë se e gjithë opozita tha se Osmani ka shkuar për shtati duke lënë dhe datën e zgjedhjeve pikërisht atë që ka dashur. Ka pasur momente që zonja Osmani nuk ka shkuar në tërësi sipas vijave të zotit Kurti, por edhe një element shumë i rëndësishëm pse zoti Kurti nuk dëshiron që zonja Osmani të jetë me presidente, qëndron mbi atë sepse zoti Kurti nuk dëshiron që të ketë edhe një personalitet të me rëndësi ose të fuqishëm brenda Kosovës, edhe sidomos në arenën ndërkombëtare. Për shembull, mos prezenca e zotit Kurti në bordin e paqes, mos prezenca në Këshillin e Evropës dhe prezenca e zonjës Osmani ka bërë që zoti Kurti normalisht ta sheh zonjën Osmani si një pengesë për realizimin e interesave të pushtetit dhe tendencës për ta shtrirë një pushtet autokrat. Dhe me Konjufcën do ta ketë më të lehtë. Po, normalisht do ta ketë më të lehtë sepse me zotin Konjufca punon që një kohë të gjatë dhe zoti Konjufca është një prej personaliteteve që është bindur gjithmonë zotit Kurti, edhe kur të gjithë e kanë pa, e kanë hapur të që është gabim. Por është e qartë që nuk janë votat për kryetar këtë ky subjekt politik, ky udhëheqës politik që tani është duke udhëheqë vendin. Është një gjithmonë, sipas meje, një personalitet i cili dëshiron që të sjellë anarki në vend, dëshiron që ta shtrijë autoritetin e vet dhe ta bëjë shtetin autoritar, por nuk mund në demokraci dhe në kushtetuta jonë, organet e, po mendoj, sistemi jonë politik, nuk e lejon një gjë të tillë, por zoti Kurti tenton, që çfarë bëjnë tani kohën e fundit, propozojnë vetëm një kandidat për president. Dhe çfarë dëshiron të thotë me këtë? Thotë që partitë opozitare nuk po e kandidojnë askënd për president dhe ne kemi kandidatën e tyre në mënyrë sepse ky është duke u përgatitur për zgjedhjet e ardhshme. Dhe tash dhe ky e ka mundësinë që nëse dëshiron që ta provoj për garën për presidentin, e ka mundësinë sepse mund t'i kandidoj 2 veta, sepse i ka 60 pas nuk i ka votat e mjaftueshme. Po nuk i ka votat sepse ky nuk ka dashur që të ketë një konsenzus politik. I duhen të paktën edhe 14-15 vota. Po, i duhen, por ky nuk ka dashur që të ketë një kandidat konsensual me partitë tjera opozitare, megjithëse partitë opozitare janë treguar që me thonë, jashtëzakonisht shumë, madje besoj që ka ndalë edhe jashtë vetës duke ju ofruar zotit Kurti zgjidhje, sepse kanë shkuar në takim dhe gjëra të tjera. Argjend, nuk i kemi parë asnjëherë një takim që kanë bërë opozita së bashku për të mbledhur të gjitha bashkë ato 30 nënshkrimet për ta propozuar një kandidat. Është e kotë edhe nëse mbledhen opozita, edhe nëse i bëjnë 30 nënshkrime, prap nuk i kanë numra për ta zgjedhur presidentin. Pra, numra më së shumti ka zoti Kurti. Cila është logjika që opozita e çon një kandidat për president dhe të njëjtin nuk i ka numra për ta bërë. Pra, ata nuk kanë dashur, opozita qartë e ka lexuar, nuk ka dashur të bie në lojën e zotit Kurti. Në momentin që opozita e propozon një kandidat për president, qëndron në sallë, veç që mundem ja uru zotit Konjufca pozitën e presidentit, sepse vetë zoti Kurti me njerë pas gjedhur ka thënë që do të insistoj që ta kemi një president konsensual. Atëherë, cili është presidenti konsensual? Glau Konjufca, pra nuk mund të jetë konsensual. Po, në fillim fjalët ishin që gjendej një president i cili është mbi partitë dhe këtu ishin gjasa më të mëdha që partitë opozitare argjend propozonin dikë i cili deri diku mund ta vendosin edhe lëvizjen me vendosje dhe Albin Kurti para të kryer. Besoj që liderët e partive opozitare kur kanë shkuar në takim kanë shkuar edhe me disa emra për president konsensual. Por zoti Kurti nuk ka dashur që ta bëj këtë. Për shembull, a nuk do të mund të ishte president konsensual në këto rrethana Shqiptar Demaçi, djali i patriotit shquar Adem Demaçi. A nuk do të ishte president konsensual? Drejt, a do të ishte president? Mund të sikur edhe Kenani kishte diçka të shtuar. Apo, ndjes. Pavarësisht, nëse Drejti ka diçka. Jo, kam se për shtem kanë thirr. Po, do të ishte konsensual, po do të më dhonë nënshkrime. Mi thonë, ky është kandidati jon, çeku i kena 22 nënshkrime, me tregu seriozitet. Edhe më thonë që ku i kena të gatshëm, kena nevojë që me çu përpara diskutimin. Sot, nëse Kurti do t'i vendoste 2 emra së ftat, atëherë cili do të ishte kuptimi që me pas shpresë me reagu opozita. Pra nuk mundsh me thonë dikujna merrin nënshkrime të hiqin nënshkrime sepse është procedurë. Kjo duhet me deklaratë. Po veç e përfundoj. Tani, pra e para, e dyta, nëse ti si ki votat për kuvend, po tash do të mi fitu zgjedhjet. Apo? Do të mi fitu zgjedhjet. Çfarë po mundsh me bë maksimalisht është që ti as nuk po jap as një emër serioz. Na këtu na kanë studio bashkë me Kenanin, kur propozua dikush nga familja Jashari,
na e gjykuam këtë jo kësë bënë, se kjo është i familjes, e mbetet familja me legjendën e luftës, me historinë e luftës, me krenarinë e saj. Pra, nuk po thëmë as ka bo mirë, as ka bo keq. Është pak problem një ronë fije këtu në partive politike që po dojnë, realisht. Këtu nuk po dojnë me bo zgjidhje. Ko emrat ndërun ky vend bëllë. Para me në, brenda koloreve të PDK-s është thënë që Justina Pula Shiroka, kryetare e Akademisë së Shkencave, të mund të jetë një nga kandidatët, e thirrën zonjën e telefon, tha jo, tha mos më ka thonë kërkush. Pra kjo kon dje në media. Pra kështu për me kriju spinë politike, edhe për me kishte qenë dashur të shqiptar Demoqen, sepse u kon është djali i veprimtarit të paqmuar të luftë, po më të përpjekjeve për shlirim, zoti Adem Demoqi, dikur bashkëpunëtori i kryeministit Kurti, pra zoti Demoqi Ademi, dhe thash, që as djalin e tij s'dan sepse këtu janë për konsume politike. Kërkush nuk u dal ato me thonë me një diskutim, me qendrën çkrum, me thonë që në takimin që patëm sot i propozuam 3 emra, 1, 2, 3, ose 5 emra, ose 10 emra. Edhe me vendos Kurtin në një situatë tërësisht e papavojshme. Unë besoj që PDK-ja do të bënte edhe më mirë, që mi bë 3-4 emra, 5 emra. Besoj që Kurti nuk është pajtuar, prandaj edhe se kanë. Me don televizion, jo që ka thonë Kurti se s'po më intereson unë për to. Mu po më intereson çfarë po thot partitë opozitës për momentin. Se për çfarë po shkojmë Kurti na shkon zgjedhje, që punën kry. Po puna është që ti me vendos në një pozicion të cilin ti si lën pasaj mundsi interpretimin i saj. Edhe LDK-ja, para dite e përmendin se nuk bën vjusa, sepse një njeri ma pak nga del pisoncës, se dim kush nga del pisoncës, kur bëhet mbledhja për to, ma zitë të thotë jo, kena respekt për zonjën Osmani. I ndërun, pas respekt është që të rënkafe, por respektin e politikë është me atit votat, nënshkrimet, pasëm të nënshkrimet aty. Pro partitë e opozitës sëftë, të konë se s'kanë mundësi për me nominu kërkën. Edhe kur të nominojnë binë në kodrën e lojës e Albinit, qa po bojnë, pe kodrën e lojën, për asojnë zjedhe edhe njëherë, qa bojnë, ashtu janë zjedhja 3-4 muaj që të vina për dit, edhe prap kanë me fuqë të parti politike, sta që përshojmë televizor, sepse s'punën një botë edhe veta kur qysh. Na si rëthonë, kjo është loj e cila nuk prodhon rezultat për asnjë rezultat pozitiv, nuk është nga ky manipulim politik. I kaloj radha Kenanit, të marrim mendimin e tij. O mendoj që në fillim mirë janë nesër me dizajnu një strategji marrëveshje klasike, një president mbi parti, por këtyre ditëve nuk është ashtu qëndrimi drejt. Po s'është s'po japin, s'po vinë njerëzit. Tash drejt. Subjekte politike, opozitore kanë humbë betejën. Dhe baza me të cilën ka vendosur rregullat edhe elementet e veprimit janë vendosur nga Albin Kurti. Në pajtim me tu. Jem pajtu që s'po shkojnë në zgjedhje, jem pajtu që s'ka emra partijak. Okej, cilni emrat, cilin tavolinë. Hajde të diskutojmë. Jo, ç'kjo është subjekte politike që se ke përfshirë në analizë. Këtë subjekte politike janë pajtuar që njëri prej anëtarëve të familjes do të ketë votat. Ai s'doshti. Nuk dashën. Shkë të tjetër. Okej. Tash nëse s'ka pos figurë jashtë partive politike, që kanë qenë të gjithë subjekte politike, që tash me thonë që PDK-ja s'ka qenë, LDK-ja s'ka qenë, AK-ja s'ka qenë, kanë qenë të gjithë. Tash, a do të Albin Kurti të propozoj, apo të ketë në parem propozimin e dytë, idenë e dytë, marrëveshje klasike me thirrë subjekte politike, hajde, jo. Edhe na, peqismi, ose a kine propozim jo, të parët, ju klau kënjucë me qitë, kandidat nga subjekte politike, ata ka bëhu veprem, mbi bazën e veprimin na po gjykojmë. Po kështu mos me bëjë analizë, me thonë vëllai na po thojmë që do të më konë, ata na kemi këtë figurat. Tash, unë mendoj, cilë temra janë përmend për presidente që ka pas konfirmim si janë përmend? PPDK-s dhe LDK-s. Vesh një opthuje. Nuk janë përdor se s'janë thirrë me dërguar në ata. Jo, po atëra. Para se më glau Glauku ordje, po ne kanë nisë edhe ditë me diskutu këtë punë. E ka pas 3 takime procesin e rast. Kallëzëm i cilën emër ka propozu këta. Nuk menoj që këta e kanë as gatshëm as serioz me propozu dikën. Po fal, se kanë propozu se kanë pas shkruar. Janë përmendur drejt që janë propozuar, po nuk kanë ndonjë parti për shkak. Jo, fal. Po ai fal. O doraja. Na nëse dëmë me politizu edhe me shndru këtë çështjen me të cilën është zhvilluar në koncepte ndryshme, letash. Na studiojmë me voni gjë të tillë. Për shembull, ne e kanë propozuar disa figura. Askush s'ka thonë, hajde propozojmë një, për shembull, Dionin e Ibrahim Rrgovës. Si kandidat i mundshëm.
Po se kam propozu, pra, Po jo falë, po Albi Kurti falë, jo falë. Nuk është propozuar. Po s'është Albi përmend, Kurti pra, ka mujtë me thonë, të lutem, a është antoni kuvendit, pjesë e deputetit kuvendit, që unë për propozoj këtë, por këtë gjë fort mirë u lidhë kohën e fundit bashkëpunimi e tyne, vizitat të rregulla, por me do nga klopa politike. Se duhet ta propozoj Kurti, kur vetë LDK-ja nuk është një zëri për ta propozuar. Apo do me do me pos marrëveshje klasike. Po da, Apo do me do nga parimet për me bos zgjidhje për me shku vend në zgjedhje. Apo do më thirë me thonë, unë jam për kësaj ideje. Cili prej deputetëve të Parlamentit Kosovës, nga çdo subjekt politik, mund me posin dhe vetë, po si koncept politik, asnjë se kish kundërshtuar dhe besoj sikur çish kam qenë. Po dhe nëse kishin kundërshtu parti tjera, do me thonë prapi kish pos numrat në veç me LDK-n. Çaj bie? Që ka pos një alternativë. Nuk ka pos alternativë. A gjen që vetë ka dashur që të shkohet në zgjedhje? Po jo vetë lutem që. Pse s'ka propozuar LDK-ja në frymën e bashkëpunimit? Joli Ibrahim Rrugovës. Kjo shumë e thjeshtë. thjeshtë. Ka mbështetje të mirë të ofert i ka vjosur. Është edhe pak këndvështrim politik nëse LDK do ta kishte propozuar, do të krijonte përçarje, ide, ne jemi ka flosni për ide dhe propozime. Çka i bie tash? Sot, nëse vendi nuk do të shkon nëse nuk do të ketë sound të thirrur, a mund të shkoj vendin e zgjedhje automatikisht apo si çdo tjetër? Kushtetuta e Republikës së Kosovës ka përcaktuar disa elemente bazë që ndoshta do të më posë interpretime. Për shembull, nëse nuk plotëson një afat kohor ligjor, një afat i shkuar nuk mund të shfrytëzohet më. Humb. Juristat shumë mirë thonë kur humb një afat, humb edhe një e drejtë. Tash çaj bie që vendi është në rrezik potencialisht sot për me shku në zgjedhje. Që i bie, pavarësisht interpretimit të prerë ose çështjet e diskutuemi, tash nuk kemi vullnet politik. Tash mungon tash hi krizë politike në vend. Dhe atëherë tu kena edhe deshta të ndalim, ndoshta të marrë edhe një mendim të Dërajetit, me qenë se edhe një si proces. Dërajet, çka ndodh realisht nëse sot nuk thirret seanca, ose ka gjasa që të mos thirret fare seanca për zgjedhjen e presidentit? Seanca thirret, ta e shtyn deri në minutën e fundit, mund të ketë seancë shumë në orët e vona, në mënyrë që të më dhon shpresë edhe një herë përpjekjeve për me mujt me gjetë një emër. Kandidimi i zonës të Konjusa është taktizim politik, në të cilën Kurti mund ta largoj, mund ta hjek si propozim edhe lëvizjave të vendosje po ashtu, nëse ka gatishmëri sinqerte dhe serioze për partive opozitare për të dhënë një emër që është mbi partijak. Dhe do të ishte fort e mirë, fort e zgjuar, fort e mëshme që partitë politike opozitare të gjejnë një emër që është mbi partijak dhe figurë që i ka përsen këto limitet e cilat na i vendosëm. Unë konsideroj që edhe zoti Ashari do të ishte mirë që të reflektonte, siç kemi thënë edhe një herë, që të ulet të mendoj edhe një herë se vendi po shkon në zgjedhje dhe po krijohet cikle, spirale të pafundme të krizave politike. Dhe njëjtë do të mund të ishte një sigurisë e theksuar, do të thoya, për stabilitetin politik dhe institucional. E njëjtë do të mund të printe një reformë zgjedhore në të cilën presidenti i Republikës do të zgjidhej drejt për drejt përmes votës së qytetarëve dhe në këtë mënyrë ne do ta largonim nga tavolina këtë pengesë që tashmë kemi që sa kohë dhe që sa cikle zgjedhore. Prandaj unë besoj që lëvizjave të vendosje, por edhe partitë e tjera opozitare, nëse kanë vullnet politik, sot mund të gjejnë një emër tjetër, sot mund të bëjnë një marrëveshje politike, sot mund të gjejnë modalitete për të shkuar me tej. Por me që mungon vullneti, ne veç jedhojnë azar edhe këtu, edhe s'kemi çfarë më thonë më shumë. Ne pi kallëzojmë skenarët, por kur mungon vullneti, pastaj skenarët mbesin, si ta themi, veç projekcione tona fiktive dhe të cilat s'e realizohen asnjëherë. Prandaj po e përmbyll. Unë besoj që lëvizjave të vendosje në instancën e fundit do ta nominoj edhe një kandidat të dytë, seanca do të mbahet, dikush do të rrinë në sallë, dikush s'do të rrinë në sallë, pastaj do të hyjmë në një cikël të ri, me gjas o krizash, o të panjorash, o të gjykimës kushtetuese dhe në fund ne do të jemi përsëri në zgjedhje, jo më larg se sa gjysa e verës kur do jemi këtu, sepse me gjas ne nuk do të mund të shmangim edhe një herë interpretimin kushtetues për rrethanën e krijuar, sepse çdo që të jetë, çdo pyetje parlamentare, çdo pyetje që drejtohet gjykatës kushtetuese njëjta duhet të trajtohet dhe trajtesa e saj duhet të bëhet konform rrethanës së ri të krijuar. Ky është
s'ta themi logjika e funksionimit të gjykatës kushtetuese. Dhe ai sot u trajtu një herë merr përgjigje. Prandaj çka po duam të thonë me këto, është se ne jemi në zgjedhje ka gjysa e verës atëherë, korrekt gusht me sigurikut ose pak para gushtit me këto projeksione çfarë janë aktualisht. A janë këtu skenare të dura, a janë këtu dobiprurse, a mund të prodhojnë një rezultat në perspektivën time? Jo. Nuk më në që janë dobiprurse, për një arsye. Nuk është qëllimi kush e ka më shumicën në kuvend, as qëllimi kush e ka qeverinë e Republikës, sepse kjo mund të bëhet me 60 veta dhe dyqysh ti i bën. Por në momentin kur ty po të duhet një marrëveshje politike edhe e parimeve, edhe principeve, edhe e dakordisë politike që shkon përtej vullnetit politik partijak, që të lupen 80 veta, kjo do të na kërkohet edhe në gusht, kjo kërkohet edhe në shtator kur do të mund të certifikohen rezultatet, dhe prandaj çka po themi këtu, besoj që kjo është edhe për kolegët se të ftojmë mendjes racionale, të gjejmë një emërues të përbashkët, të gjejmë diçka që është vërtet unifikues, që ka një përvojë institucionale dhe që shkon përtej këtyne ngërçeve e qëndrimeve politike partijake të ngurta që kanë aktualisht liderët e partive, pa dallim. Dikush po taktizon me dëmtu një marsh, dikush po taktizon me dëmtu opozitën, dikush po taktizon me dëmtu zonin Osmani, dikush me përdor zonin Osmani kundrejt Kurtit, të gjithë për qëllime të ngushta politike dhe partijake. Nuk po shoh sot racionalitet institucional, s'po shoh sot qëndrim institucional dhe s'po shoh sot qëndrim kombëtar do të thoja për me shku një hap me tutje në raport me këto rrethona që janë kriju aktualisht. Unë vetëm diçka, unë nuk besoj që opozita ka pas gjesht mi acaru vjusën me Kurtin. Se ka dhënë 30 në shkrim. Kush? Se ka dhënë 30 në shkrim. Se ka dhënë Albini për 30. Albini ka dhënë 50 vota ekipe e meje. Veç merret 30 në shkrim me opozitë. Jo, absolut, është Kështu ka thonë po jo, ka thonë, ai ka thonë zyrtarisht është e pasakt. Ai ka thonë publikisht. Opozita. Merret 30 në shkrime. Merret 30 në shkrime. Unë merret 30 në shkrime dhe 50 vota. Tani ndryshoi tha, po ti jap 30 në shkrimet për votat jo. Po zgjedh çka po dën? Çka po dën? A do 30 në shkrime apo do 50 vota? Këtu ka shumë e thjeshtë. Këtu janë dy aktorë pse vjose nuk është. Është Albin Kurti, po sepse opozita ka thonë të morën pjesë to. Nuk morën pjesë zonës. Imagjinoj, do i pajtuar unë do bëj çka dojnë ta. Veç lisan. Fakti që kanë thonë PDK ja mezoi figurë. Kanë thonë më në kon këtu, këna na e kon këtu as e kon. Kur i thot veç me përmend emrin e Sonja Srina sall. Tash kur u bonë? Po për vjosët e për vjosën. Për vjosën, unë po flas për vjosën. PDK ja ka thonë kush e përmend ato, veç me përmend anë krim sall. E tash, ja po bëj këtë që në prishni me veti, po unë me pas propozuar Albini sot, vjosën e kishëm thonë kë keq, sepse po dën veç kandidatin e vet. Kjo është hapse vrava, është drepse vrava, nuk ka mundësi të dytë. Pra, ky ka thonë, okay, hajde një emërues konsensual. Po një prapë propozoi kandidatin e vet, prapë. Po se më voti pyetje që nëse s'kemi kandidat çka ndodh. Po ky po thotë që këtë kandidat s'kemi tjerë, ose jam të arsytu, po ka thënë çka ka ndodh. S'po them që ka bë mirë, as nuk po më intereson çka ka bë. Unë po flas veç në kuptimin e ftohtë, pa asnjë emocion. Se me pas propozuar zonin Osmani, ta kishin thonë, po dën kandidatin tën. Ky se propozoi zonin Osmani, tash mi thojnë ti je i dhunë me to. Kur ta propozosh, që të falë. Po me propozu ti si. Do me propozu ne për me pos një pikpomje dhe po kjo ishte ta e me pas ik më vonë, kishte thonë çe, e Diego Zonin Osmani. Argjent. Lutem, e kam edhe një çështje sepse dje një deklaratë tjetër ka ngjallë reagime në opinionin publik, shefja stafit presidentës Vjosa Osmanit, Larta Hollaj ka thënë se janë të gatshëm që nesër të dërgojnë për votim në kuvend amandamentet kushtetuese që parashojnë zgjedhjen e presidentit nga populli. Po çdo kjo normalisht është procedurë që kërkon prapë 2/3 e shumicës në kuvend. Që i bie që parimisht mund të jetë e pamundur në këtë klim politike që ne jemi. Në cilën janë partitë politike, aktorët në kuvend, normalisht që është e pamundshme dhe nuk duhet edhe zonja Osmani kanë mundur. Zonja Osmani ka menduar që do të zgjasë bashkëpunimi me zotin Kurti për një periudhë shumë të gjatë, ndoshta për 2-3 mandate, kështu e ka menduar besoj, por edhe zonja Osmani, por edhe qytetarët e Kosovës duhet ta kuptojnë që me zotin Kurtin është shumë e vështirë të bashkëpunosh. Pra, kur zoti Kurti nuk i shkon për shtati, atëherë zoti Kurti tenton të eliminojë politikisht, që në këtë rast që ka tenton ta eliminojë zonin Osmani politikisht. Pra, dhe si rezultat i kësaj e kemi gjendjen të atij drejt një sistemi sepse zoti Kurti mund të funksionojë më së miri në anarki,
dhe mund të funksionoj kështu pa kuvend, pa opozit dhe pa dashur ta kritikoj askush. Kështu e mendon vendin ky, por besoj që qytetarët në zgjedhjet e ardhshme menjëherë pasi që nuk do të zgjedhet presidenti që është rregull kushtetues, nëse nuk gaboj, është normë kushtetuese që brenda afatit 45 ditor të bëhen zgjedhjet. Nëse nuk zgjedhet presidenti, kjo më duket është e shkruar. Po mirë, në rast se shkohet në zgjedhje argjend, kush do të dëmtohet më shumë? Kush do ta paguajë këtë? Qytetari i Kosovës duhet ta kuptojë një gjë dhe duhet ta ketë të qartë që mundësinë për ta zgjedhur presidentin e ka vetëm partia më e madhe, pra e ka lëvizja vetëvendosje. Nuk është në dorën e opozitës se a do të zgjedhet ose jo presidenti. Në dorën e opozitës është ajo të cilën vetë se e ka bërë opozita. Pra, kur zoti Kurti si njeriu që është votuar më shumti, por edhe si partia e tij që është më e madhe në kuvend, i ka ftuar për bashkëpunim, të njëjtit i janë përgjigjur bashkëpunimit. Por kur zoti Kurti, kur mandej janë përmendur emrat për president konsensual, zoti Kurti ka hezituar. Mos harrojmë që zoti Kurti edhe kur zoti Demaçi ka qenë një prej pretendentëve për kandidat për president të Republikës Kosovës, zoti Kurti ka qenë ai i cili ka qenë kundër. Prandaj zoti Kurti nuk dëshiron president konsensual, dëshiron një vend dhe një pushtet autoritar, për të cilin besoj që edhe në zgjedhjet e ardhshme kur do të mbahen qytetarët do t'i tregojnë që nuk mundet askush të shtrijë pushtet autoritar në Kosovë. Pate diçka, Kenan? Unë mendoj që domi edhe fakturën të kom e marrë dhe lëvizja vetëvendosje. Unë e kom pa postimi kur e ka bo vetëvendosja brëm, djerë, shumë shkurt. Nuk i keni idenë sa kritika e sa komente kritikuese ndaj Kurtit e ndaj lëvizjes vendosje. Vërtet më vjen keq po finalizohet kjo marrëveshje me diçka dëshpëruese, e që në fakt faktura besoj që do t'i takon edhe komi shku lëvizjes vendosje. Nuk besoj kur që do të ketë një përqindje të tillë që do të ketë në këtë radhë. Këta mujnë me shty me afate kushtetuese e me ankesa kërkesa, sikur që shëmbo për dhjetorin e vitit 2025, por në asë një mjet juridik i kushtetues, Kosova nuk do të ketë fatin e vitit 2025, dhe besoj që... 28 dhjetore. Absolut. A mund të themi se Kurti deri diku vendosi të ndaj rrugët me Osmanin për arsye se me 28 dhjetor u bend për fuqinë e tij politike pa Osmanin, sepse në zgjedhjet e kaluara kur po kandidonte edhe Osmani bashkë me të, sikur nuk u pa fort edhe forca politike, në zgjedhjet e 28 dhjetorit ai e konfirmoi se ka gjithë të mbështetje edhe pa Osmanin. Zgjedhjet e 28 dhjetorit kanë qenë zgjedhje të blera, manipulume. Po mos me pasen do me pas vendim gjykate, me thonë kështu të bleme. Po mos me pas... Në komitetin politik, në atë të cilën për në shumë. Ky ka thonë qeveri, ky ka pas projekte për këtë punë. Dikush i ka pëlqy, dikush jo, me thonë dikush që ki fitu të rritjet pensionit është me të ble, unë e softot të kësha pas, se më një pejte. Në regull, veç ta qarek jo të thu qka dush, po me ne që nuk... Në regull, okej. Duke që ashtu, po nuk e ki atë menim, se një prej 20 vjetë. Po është ka gjatë risk me thonë kështu. Në kuptimin e asaj që shë, para zgjedhjeve të 28 dhjetorit, zoti Kurti ka manipulu me qytetarët, duke i shtuar pensionet. Ka manipulu me nonat edhe me... projekt, ja është politik publike, jo është manipulim. Një grua lehon që fiton me shtesat për fëmijët, i thonë që është manipulim, e që është numrit në lindjes... S'ka ndodhë në kohë zgjedhjeve. S'ka ndodhë në kohë zgjedhjeve. Projekte që 5 vjetë të implementu. Janë shtu, unë personalisht jam mirë me procedura gjyqësore për këtë punë. Çdo vendim që ka qenë në periudhën e zoti Kurti nga që ka unë betimin si deputet, kanë qenë të kundërleqme. Ato nuk ka diskutim dhe trajtim, sepse këto janë çështje që trajton edhe ligji i qeverisë për kushtetutës. Por, a janë format e një blerje zhvotësh? Nuk me thonë atire, nuk i në thonë vetëm të Kurti, po të gjithë pushtetit. Të thonë që të i samë. Blerja është mardhënje kontraktuale. Ka kryu bindje,
ka ble bilje me qyte ashtu. Jo, më s'është me bleo të shok. Është kënan, se na na shokë tash për reflektojnë edhe to. Tash në koncepti nuk i thon ka ble. S'ka kuptim problem tash prokuroria të më bë. Se po ka fitu zgjedhjet. Po jo ja, po fal. Pse po unë ka fitu zgjedhjet. Ne po vlosmin këtë gjuhë. Edhe mbi këtë, edhe për DK edhe për DK edhe DK kanë thonë, edhe na kanë më bot njëjtat. M'fal, apo komentojmë na ju. Jo, po them që ju. Po apo bie që ata po do të ble. Ja. Na po them të gjitha partitë Jo, kështu nuk e mund Kurtin. Për zotin kështu nuk mund. Edhe ka nuk kanë me mujt. Fal, nuk kena të shërby asnjë subjekti politik personalisht. Jo, në të vërtetës. Po ne do të thonë, këto veprime të pamotrat, pa kujdesshme janë dukurish për i të këshia. Cilat të pa kujdesshme? Për shembull, me planifiku diçka në një periudhë para zgjedhjeve a e morrin fëmijët dhe pensionistat aktualisht që ato tyra? Jo. Në s'do fund vetë. Kena një rrugë 13, unë nuk di që e ekzekutu. Na po vlosë për një as. S'ke pas buxhet. Po po fal buxhetin. Fal buxhetin e kemi aktualisht. Po denatyrisht. Po po kish kameran. Cilave është kameran? Ku dush ti është? Jo beto. Na po vlosë me shumë sinqerisht të thënë. Po vlas si monitorues si unë që mos zgjerohemi pastaj se kemi në minuta. Na mendojmë që këtë kjo fakturë kam i shku lëvizjeve vendosje. Në rast se shkojmë në një palë zgjedhje. Dhe po ju siguroj. Qysh mi thon ti opozitës ti ki fol që çoj vendin në zgjedhje për çfarë arsye? Kur si kanë numrat opozita? Po në fakt nga dje lëvizja vetëvendosje ka pas deklarata prej oponentëve të tyre që kanë thënë se në rast të shkuarjes në një zgjedhje kjo është krejt si rrjedhoj e opozitës. Po një farë deputete, ashtu aja është sa edhe konjufca. Jo, po. Që njohëm narrativat që tentojnë ndërtu vetëvendosje. Nëse ne, për me më vërtet, kjo Albania ka kuptu këtë mundësien e qytetarët të Republikës së Kosovës. Duke hodhë fojnë, po tash ka qëllu më një bashkëpunëtor. A do t'i konvenoni një pas zgjedhje në Gusht? Unë mendoj që debati apo edhe vota e diasporës tashmë është ndarë. O blen, vetëm brëm, me pas po komentet e postime ndryshme të qytetarëve. Jo, rrjetet sociale jo gjithmonë janë matës. Sepse ti mundesh mi pas 5 llogari edhe të shuash 5 komente. Ne s'na të fol për fika. Ne po vlosme për figurat me të cilët e njohim. Po unë po tregoj që rrjetet sociale nuk janë gjithmonë matës. Apo për milion sociale, besoj që tash është Ramazan. Ata është Ramazan, edhe njerëz mbledhen shumë mirë në një ditë. Vetëm ti këto është iftar, unë i kompos një 7 zëra kritik ndaj veprimit që ka bërë Kurti ndaj Vjosës. Është fakt. Dhe kjo do ta dëmtoj. Po sepse këtë qytetarët që i ka votuar vetëvendosjen e ka pas si tandem Vjosa Osmani edhe Kurti, prandaj edhe konsideroj që edhe në zgjedhje kur do që do të. Po vani është mirë mos me shku në zgjedhje. Vani është shumë i domosdoshëm shku në zgjedhje. Po. E para, në lidhje me këtë, unë konsideroj që veprimet e fundit nga lëvizja vetëvendosje nuk janë taktizim i duhur. As me zonin Osmani. Unë besoj që një pjesë e faturës për këtë do ta merr edhe VV-ja, por kush fiton e kush hup, pastaj nuk besoj që është fort e interesit për momentin për neve, sepse polojna në plan të dytë qytetarët e Republikës qeverisjen e këtë vend. Ne kena abstenu nga qeverisja efektive që një kohë të gjatë dhe kjo është tema për cilën do të më fol sot. Dhe kjo është shqetësimi që unë mbaj për momentin. Edhe shqetësim që është i kahmëtshëm. Gjëja e parë, gjëja e dytë që është e rëndësishme të përmendet është se në situatat në të cilën jena, unë mendoj që partitë politike serioze kishin mujt me reagu me një herë përmes ridraftimit të Konstitutës së Republikës. Nëse e ki një pengesë që po të shfaqet në mënyrë të vazhdueshme, e që është zgjedhja e presidentit, pse të mos ulen dakordohen e të krijojnë një nen të posaçëm në të cilën thuhet se presidenti i Republikës zgjidhet drejt për drejt nga votat e qytetarëve dhe procedura e nominimit i tij rregullohet me ligj. Çi kaq. Asnjë sen tjetër. Nuk e bojnë gjë tillë për arsye se janë pazaret politike. E tash, çito pazare janë çto me ashtu zgjedhje çdo 2 javë. Kur gjithë është kjo. Na kena mu taku prapë çito. A ju kujtohet para një kohe, mos u shteni me gjetë emisionin kur i na fon bashk, edhe kanë thënë që edhe kur zgjedhjet do të mbahen, edhe kur dikush do të fitojë zgjedhjet, përsëri këta kanë me pas nevojë me fol për çështjen e presidentit. Sepse kjo është cikli i pambarrim krizash dhe nëse dikush menon që i fiton 80 vota në Kosovë, në parlamentin e Kosovës, unë
nuk e di me çfarë matematike e bën ai këto, nuk e di me çfarë gjasen, me çfarë teorie gjasesh e bën. Pra, unë menoj që gjasat janë jo minimale, po pothuajse inekzistente që dikush i ketë 80 deputet bashkë me minoritarët. Është pa një marrëveshje politike gjithëpërfshise. Është pa dy parti të mëdha është fjala. Dhe prandaj është ftesë edhe për lëvizjen vetëvendosi, por edhe për çdo subjektit e politik, që nëse zonja Osmani nuk i bën votat, ta çojë gjithë bre. Kosova ka 1.700.000 burra e gra të nderuar, prej të cilëve një pjesë e madhe janë mi 35 vjet. Që do të thonë gjysma e popullatës domosdoshmërisht është mi 35 vjet. Mi 35 vjet. Kur gjë 500.000 njerëz. Heqi ata, ja, si çon 10 veta në Kosovë për mujt me kon dikush që mund me prezidentu Republikën, a? Vetëm mund me gjej, po mund me çu një facku ju. Po tash. Cili figurë për me këtë guzën? Ja, Kosova. Nëse ti më ke kuptuar çka dush. Po shumë. Unë po them që Kosova i ka 10 burra e gra. 10 burra e gra, të cilët çdo parti politike kishte dhënë besimin politik. Dhe presidenti i Republikës veç që respekton kushtetutën. Pika e parë, unitetin. Pika e dytë, raportin në kuvendin. Pika e tretë, me këshillin prokurorial. Pika e katërt, me këshillin gjyqësor. Kaq. Shumë të tjerë është ka shtin lojë që shto o çka bën kjo, është çështje ty, unë po flas për presidentin tjetër. Unë po flas për dikën që na nxjerr një për situatës. Po ai s'ka mirë besem as besan. E qartë, një pyetje krejtësisht të fundit sepse i kemi të kaluar gjitha limitet për sot. Më shpejt arrihet sonte zgjedhja apo po shkojmë në zgjedhje? Unë veç lutem që të keni një institucione të Republikës, a jemi në zgjedhje, na zgjedhje jena për ditë në demokraci zgjedhje janë gjithë. Kenan? Unë mendoj që vendi çush është aktualisht, mos pas me ndërhyrje nga faktorit jashtë, unë vendi do të shkojë në zgjedhje, po këta kanë me fillu me një falëndërje kushtetuese. Mendoj që ato të cilën edhe zoti Kurti po e dëshiron, pra, që ta dërgoj vendin drejt zgjedhjeve dhe ajo do të ndodhë. Faleminderit shumë edhe një herë Softolli, Kenan si dhe Dorajet për gatishmërinë me qenë pjesë sot e këtij diskutimi. Faleminderit shumë, dërgash nga këtu do të shkëputem